Ka 2 vite që dhoma apo terapia hiperbarike është e qasshme për pacientët në CKMP në Gjakov, e cila ndihmon për plagët të ndryshme, të shkaktuara nga diabeti apo sëmundje tjera. Dr. Luan Gola, internist endokrinolog, tregon se përgjatë kësaj periudhe ka pasur numër të mjaftueshëm të pacientëve që janë nështruar trajtimit hiperbarik me oksigjen, sidomos nga qytetet tjera. Kjo ka filluar të shtrohet këtu tek ne para 2 vite, domethënë, se deri më tash kemi pas një numër solid të pacientave, po tham solid për arsye se nuk është edhe kemi pas shumë referime prej kolegëve, me siguri është që edhe nuk është njoft si metodë, nuk kanë informacion, po është interesant që kemi pas mjaft ardhje prej qyteteve tjera, që janë nështruar domethënë procedurat e dhomës hiperbarike. Këtu përbohet domethënë kemi një pajisje që është një nga pajisjet e fundit për dhomën hiperbarike. Kjo është një dhomë e cila është vetëm për një person. Për ndryshe mlejanit që shkurtimisht të informoj se ekzistojnë edhe dhoma për shumë persona deri në 10 apo 12. Në këtë formë organizohet pothuajse në gjitha vendet e regjionit. Tutje doktori Gola ka shpjeguar edhe indikacionet mjekësore përkatësisht gjendjet që mund të trajtohen me terapi hiperbarike. Përveç gjendjeve domethënë kur i kemi këtu diabetin, pastaj trajtimet pas kemoterapisë me kancer, vinë edhe gjendje tjera sikur autizmi apo skleroza multiple, çrregullimet e ndryshme të sistemit imunitor, për arsye se ngrit manual sistemin imunitor. Pastaj deri te ajo pjesa tjetër kur të sportistë kulminant, domethënë nështrojnë procedurat e dhomës hiperbarike. Këta që nështrojnë procedurat e dhomës hiperbarike, sportistë kulminanti kanë deri në 2 javë ditë, domethënë apo të dëmtime të ndryshme, edhe ata i nështrojnë. Po është edhe kjo pjesa që tash të quhet si pjesa e estetikës, domethënë edhe të këto mbushjet apo pasmarrjes së filerave apo botoksit edhe këto, domethënë rekomandohet që të kalohet edhe në procedurë të dhomës hiperbarike. Mes tjerash, endokrinologu Gola ka njoftuar se procedura në dhomën hiperbarike zgjat afërsisht 1 orë, shtuar pastaj edhe pjesën e dekompresionit që është diku te 15 minuta, por që në rast të urgjencës ose nëse pacienti nuk ndjehet mirë, mund të ndalet trajtimi menjëherë.